Imam Ibn Qayyim al-Jawziyja, rahimahullah, ka thënë wal farqu bayna an-nasihati wal ghiba. Do të thënë cili është dallimi mes këshillës dhe përgojimit ose gibetit. Ka thënë dallimi është te qëllimi. Do të thënë te këshilla, qëllimi është që thot Ibn Qayyim al-qasdu fiha tahdhiru al-muslim min mubtadi'in aw fattan. Do të thënë qëllimi është paralajmërimi i besimtar i muslimanit prej një bidatxiu ose një fitnexhiu. Do të thënë për ta paralajmëruar që të ruhet besimtari prej bidatxiut ose prej njeriu që bën fitne, au ghash ose prej tradhtarit, do të thënë e paralajmëron, au mufsid ose prishës, njeri që për shembull nëse hyn në një shoqëri i prish ata mes veti ose hyn në një familje i prish raportet mes familjarëve, do të thënë paralajmërohet njeriu për mbrojtjen prej këtyre. Thot nëse gibeti, pra ky përgojimi realisht është përgojim, nëse përmendet filani është tradhtar për shembull, ose filani mashtrues, mos hyn tregti me ta. Kjo është përgojim, do të thënë përmendja diçka që ai nuk e pëlqen të përmendet. Por nëse ky gibet bëhet në mënyrë këshille, për hir të Allahut, edhe si çiltërsi ndaj Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, librit të Allahut dhe për muslimanët në përgjithësi, atëherë kjo është në realitet është adhurim që e afron njeriu te Allahu subhanahu wa taala dhe është në grupin e hasenatëve, thot Imam Ibn Qayyim, domethënë është prej veprave të mira për të cilat mbledh njeriu shpërblime. Por nëse bëhet gibeti në mënyrë të, domethënë që të poshtrohet vllai musliman, ose që t'i griset morali atij, ose që njeriu të kënaqet me këtë ushqim të gibetit. Shumë është domethënë interesant dhe e mrekullueshme që Allahu subhanahu wa taala e ka përmendur kur e ka ndaluar gibetin, ka thënë a doni ta hani mishin e vdekur të vllait. Sepse përgojimi, bërja e gibetit për ata njerëz që bëjnë gibet është si kënaqësi e ndonjë ushqimi të mirë. Edhe nuk mund t'i ndahen. Domethënë këtë kanë vërejt shumë njerëz dhe prandaj thotë Ibn Qayyim nëse domethënë me këtë përgojimin që ta shkyej do thotë moralin ose nderin e dikujt dhe ose ka vetëm dëshirë që të kënaqet me këtë ushqimin e gibetit, që ta postroj atë njeri edhe që domethënë ta prish pozitën e tij në zemrat e njerëzve. Domethënë e sheh se njerëzit kanë respekt ose kanë mendim të mirë dhe mundohet vetëm ta prish këtë imazh të tij të zemrat e njerëzve. Atëherë ka thënë fehie narul hasanat. Domethënë atëherë gibeti është zjarri veprave të mira. Domethënë i djeg edhe i prish veprat e mira, kurse kur bëhet për këshill dhe për përmirësim dhe për hir të Allahut subhanahu wa taala, për ta mbrojtur fenë e Allahut, atëherë është prej grupit të mirave, prej sevapeve, domethënë me të cilat njeriu afrohet te Allahu subhanahu wa taala. Prandaj prej kësaj kuptojmë se ka përjashtim prej gibetit. Dhe kur përmendet përjashtimi, domethënë se shumica është haram i rënd dhe lejohet si mishi i derrit, që është haram i rënd dhe lejohet në raste të domosdoshmërisë. Edhe gibeti është prej harameve më të rënda, lejohet vetëm në raste të domosdoshmërisë së skajshme, patjetër kur e ka.